Dëshmia që skandalizoi familjen mbretërore e putha Meghan kur ishte e martuar. Keni të drejtë, e dëgjuat sakt. Por jo gjithçka është ashtu si duket. 5 vite më para aktoria u puth nga një njerëz i cili në atë kohë ishte vetëm 16 vjeç. Ishte një situatë shumë e pazakontë që gjeneroi gjithçka në botë. Aker Okoye, i cili tani është 21 vjeç, e befasoi Meghan Markle gjatë një vizite në shkollën e lartë Robert Clark në Dagenham, duke u ngjitur në skenë dhe duke u përqafuar ndërsa publiku duartrokiste. Drejtoresha komentoi: "Ajo është vërtet e bukur apo jo?" Ky moment i papritur ndryshoi jetën e Aker, i cili me një ton ironik i kërkoi falje princit Harry për përqafimin e gruas së tij dhe mbrojti Meghan në Good Morning Britain, duke e këmbgulur se ajo ishte më shumë se thjesht një fytyrë e bukur dhe duke mbështetur atë qartësisht për gjitha polemikat e krijuara në atë kohë. Aker është një student në Universitetin e Cambridge dhe aspiron një karrierë aktrimi. Pavarësisht arritjeve të tij, ai ka ende një admirim të thellë për Meghan dhe foli ekskluzivisht për Daily Mail. Aker komentoi admirimin e tij për Meghan Markle dhe punën e saj, megjithatë ai pranoi se nuk e kishte parë shfaqjen e saj në Netflix ose nuk kishte dëgjuar podcastet e saj për shkak të mungesës së njohurive. Ai pëlqeu Suits, pasi e takoi dhe shpreson që ajo ta shfrytëzoi sa më shumë kohën e saj në Britani.